Arrestimi i Beqirit ka ndodhur të shtunën pasdite në Normandi në veri të Francës në një mënyrë dhe rrethana të çuditshme. Sipas mediave franceze, ai ka qenë duke pilotuar një avion të vogël, i cili i ra në sy duke fluturuar mbi termocentralin bërthamor Penly në Seine-Maritime. Ndërsa fluturonte në një lartësi prej afërsisht 1200 metrash, piloti papritmas uli hundën e avionit në 3500 këmbë, një lartësi nën limitin ligjor për fluturim mbi vende të ndjeshme. Situata ka alarmuar autoritetet franceze. Forcat ajrore dhe hapësinore franceze dërguan një avion për të shoqëruar aeroplanin mashtrues në aeroportin Albert në rajonin e Somme. Duke pritur pilotin në pistë, ai u arrestua menjëherë dhe u mor në paraburgim. Një tjetër element i pazakontë ka rënë në sy të autoriteteve franceze pas arrestimit të Beqirit. Gjatë një kontrolli trupor, oficerët e zbatimit të ligjit gjetën 3 AirTag të fshehura në rrobat e tij. Këta gjurmues të vegjël GPS të prodhuar nga Apple lejojnë identifikimin dhe gjurmimin e kujdo që mban një të tillë. Sipas mediave franceze, ai kishte pretenduar se kishte bërë një gabim me lartësinë e tij dhe u tha hetuesve se ishte në telefon me nënën e tij gjatë fluturimit mbi termocentralin bërthamor. Edhe vetë itinerari dhe plani i fluturimit të Beqirit kanë nxitur shqetësime. Duke u nisur nga qyteti i vogël i Albert, piloti fluturoi në veri drejt Calais përpara se të kalonte Britani dhe në fund të kalonte mbi termocentralin bërthamor Penly. Beqiri mund dhe t'ja kishte hedhur paq, nëse gjatë verifikimeve për emrin e tij nuk do të kishte dalë në dritë fakti që është në kërkim nga autoritetet shqiptare. Sipas mediave franceze, atij u dha një dënim me kusht dhe një gjop prej 7.000 eurosh për fluturim të palishëm mbi termocentral. Ai u dorëzua më pas në zyrën qendrore për luftimin e krimit të organizuar dhe pritet të ekstradohet në Shqipëri. Beqiri i zotron kompaninë Soft and Solution dhe akuzohet se përfitoi tender mbi 1.1 milion euro pas kërcënimeve që krahu i gjatë i Ergy Sagasit i bëri një shoqërie të përfshirë në një nga garat e shumta. Hetimet e SPAK të nisura për çështjen e Akshit zbuluan edhe një jahtë luksoz në pronësi të biznesmenit. Bëhet fjalë për një jahtë të markës Predator 50 Skyfall, vlera e të cilit në treg shkon gati 1 milion euro. Gjithashtu atij janë sekuestruar 10 pasuri dhe disa llogari bankare të tij e subjekteve. Mes tyre, truall e ndërtesa në Vlorë, Tiranë, Golem, biznese dhe automjete. Beqiri dyshohet për disa vepra penale nga konkurrencë e paligjshme nëpërmjet dhunës, heqje e paligjshme e lirisë, shkelje barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike te grupi i strukturuar kriminal. Më vonë është shtuar dhe akuza e korrupsionit.